Përshëndetje miq të dashur, jemi takuar këtu në emisionin Har ku jemi drejt për drejt nga studiot e televizionit Opinion. Kësaj radhe kam nderin të vinë nga Gjakova dy mysafir, të cilët dy artist, të cilët patjetër janë artistë të kategorisë më të veçantë të mundshme. Kam nderin dhe kënaqësinë të prezantoj para juve zotrin Ben Dançeli. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Loreta, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe zonja Elida Shasivari. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju që morët mundin të vini sonte drejt për drejt në studiot e televizionit Opinion. Asi është e jona. Gjithsesi. Faleminderit. Zotri Ben, do filloja me ju sepse herën e fundit kur kemi bashkë biseduar ka qenë promovimi i pjesës së dytë të komedisë Turistët nga Kosova. Ju kishit disa ide, por ende nuk ishit të përcaktuar. Tashmë kanë filluar xhirimet, ju jeni përcaktuar për temën dhe do doja të dija deri ku kanë shkuar xhirimet dhe cila është, nëse mundemi të dimë edhe ideja e kësaj pjese. Gjithsesi, na domethënë për opinion ishim diku para vjeta, po më duket para 4-5 muaj kështu, diçka. Disa muaj, po. Ishte përfundimi i pjesës së dytë të komedisë Turistët nga Kosova, e cila është mirëpritje shumë nga publiku dhe me ndihmën e sponsorëve vendosëm që ta bëjmë edhe pjesën e tretë. Është një komedi avanturë, një komedi e lezetshme, ku veç jemi duke realizuar, kemi kryer më së 60% të incizimet. Na kanë mbetër da incizime këtu në Kosovë dhe në Shqipëri. E shpresojmë që nga fundi javës së ardhshme do të jetë gati komedia. Xhirimet janë zhvilluar deri më tani në shtete të ndryshme, duke filluar Kroaci, Itali, Gjermani, Zvicër. Kemi filluar prej Gjakovës. Apo prej Gjakovës. Kemi kalu Kosovë, Shqipëri, Malzi, Kroaci e mëtej. Një eksperiencë mjaft e mirë. Shumë e mirë, edhe pse kemi qenë edhe ma përpara nëpër Evropë, mirë po ishte një avanturë me të vërtet e këndshme, një avanturë që nuk do të harrohet se gjatë udhëtimit, peripetit e udhëtimit normale, lodhja gjitha ato, mirë po ndonjë problemi veçantë kjo, edhe një grup shumë i mirë, shumë nivel, mirë profesionale kemi punu, edhe diçka mrekulli ka qenë. Ne ndërkohë do të shohim edhe fotografi të cilat kanë të bëjnë gjatë xhirimeve, ndoshta edhe pauzave të cilat ne kemi marrë nga profilet e juaj në Facebook, patjetër që edhe shikuesit të kenë më përshtatshëm se çfarë keni punuar. Do t'i komentojmë një nga një derisa të dalim tek fotografitë, do doja Ben të më tregoje rreth përcaktimit të karaktereve, do thot aktorëve të cilët ju i keni gjetur. Ka qenë e vështirë që të gjeni karakteret të cilët ju kanë përputhur ideve të juja? Nuk ka qenë e vështirë, meqense na veç unë dhe Lida punojmë një kohë gjatë bashku. Domethënë kemi karakteret veç më tash. Nona me djalin, kuptohet. Bashkëri me karakteret ashtu jetë personale që jemi. Kemi aktorë të rinj, të cilët kanë luajtur në këtë komedi. Duhet veçohet për shembull aktorja që është re që ka luajtur në këtë komedi është Shote Baraliu, një aktor nga Prishtina. Është Erodita Alleshi, është Shaib Zeka, producent një herët, Mentor Zena i producent, Zenel Zeneli, është tjetër kush ka luajtur. Mandej deri me tash ishin këta të kyçun, ndërsa tash kemi edhe disa sekuenca me Leze Qenën edhe me disa aktorë tjerë që kemi skenat që do të gjirohen mrena në Kosovë. Do të ishte një grup i vogël i mirë. Është interesant se është një komedi që për më realizuar kemi bërë dikuja 7800 disa kilometra rrugë. Unë së bashku me Lidën e me këtë ekipin, kemi bërë me një makinë vogël, me një Renault Twingo, kemi dashur bërë me fiq, po që kjo fotografi këto është për shembull për fotografi që kemi bërë të projektit. Është në Paris. Kopertinën, po. Këtu kemi qenë diku para 8 dite. Është Shaib Zeka, producent një herë edhe aktor lum këtu. Zenel Zeneli, njëri është nga Norvegjia, tjetri nga Suedia, që jetojnë jashtë perëndim. Shota Baraliu, është moja aty, më fal Aba, Elida Shasivari. Unë edhe ti. Xomi, po duhet shkopla, unë Ben Dançeli, ku kemi bërë fotografi pranë kulës Eiffelit në Paris, që edhe kemi punu, po edhe kemi bo qef, edhe kemi hek shumë gjatë xhirimeve. Kemi pas, nuk ka prish kjerë rrugës, jemi shku kemi vozit, dhe më thonë 700 km pa bërsaq, nuk ka prish ajo shpëshisa kjerë. Pjesë e punës është eksperiencë, në momente që nuk harrohen, është knaqësi bile prej rrugë
Prej sa ardhëm rrugës, të i komentu disa, edhe këta në rrugës kemi kesha. Ato janë gjana që nuk harrohen edhe nuk kthehen. Këtu Lida ka qenë interesant se qatë ditë, dhe më thonë, kur kemi gjuruna në mëngjes, ka qenë ora 6 të mëngjesit, apëshe s'ka pas njerës, po kishe një festë në mramje, na kemi bujt këtu diku afer, edhe ka pas këtë shishe, bërlong, të më thonë që kalon, Erodita Leshi ka qenë grimire, thëjke, o, që shmi e kështu gastrave se marë, thojnë në kullë Parizi, që adit farë bërlongi këtu. Kjo është një fotografi shumë interesante, ku është Zomi, pas arritjes gabimisht që kanë mërri në Bruxelles, është Aba, edhe Shota Braliu, një vajzë të cilën e qojmë në Evropë. Është interesant se në tabelat e kjerit është 07, tabelat e Gjakovës, në përthojnë Kosovës. Këtu është në Mini Europa Park në Bruxelles, ku kemi qenë të bo disa sekuencat filmit, në përthojnë Aba, Zomi edhe Shota. Faktikisht, këtë park janë gjitha objektet e mundshme që përfaqësojnë shtetet, edhe në kapacitet vogël, apëshe? E nga dokëm si, në mund si matë mëdhaj, si qiklopa që thojnë, e kemi voda fotografi këtu, da për kemi mo për qelë, da për kontrol DVD-s, kështu, ka qenë eksperiencë e mirë, që edhe këtu ka qenë një skenë interesante, po pjesë e... Po e njëjta, e parë kotë është faktikisht kulla në Roma të, edhe objektet, se cili shtete ka karakteristiken edhe atomiumi në Bruxelles. Këtu atomiumi, dhe më thonë, të rëgonë që jemi në Belgjik, dhe më thonë në Bruxelles, në kryqendrën e Evropës. Këtu jemi në Gjermani, djali është producent, që nga ka ndimu shumë, edhe është aktor i mirë, është mentor Zenaj, kjo është nga Ludwigsburgi. Aktor i pas volum, edhe shumë spontan, shumë i mirë. Shumë i mirë, shumë spontan, dishka e pa përshkrume, ky ka lujt edhe ma përpara, mirë po sekuencat shkurta. Tash ka pas rasin me lujt pak ma gjatë, fenomenal shumë. Kjo është edhe mira juaj, sepse ju... Spullohen njerës. Spullohen njerës, spullohen talenta, po, aje për papsirë. Normal është në katmes një ja papsirë, kure kanë kapacitetit. Këto është, do më thonë, pas arritjes se kemi rritë në Bruxelles, pasi që vendosëm në hotel, dole më ngër darën tiku, kjo është qendra Bruxelles, e pjesa vjetër. Pronart ishin Tetovës. Pronart ishin Tetovës, Ish knaqësit. Ajtë mësi kem shqiptar hi, tha ma bënë ma lirë, tha po, bënë ma lirë, në heket. Do sa me ja këtu, do më thonë, gjatë darkës, këtu është një hotel tipik Arab, ku kemi majt aty. Kemi pas dëshirë me gjru edhe këtu, po nuk u bo se i kishim kot angazhune. Edhe këtu ka qenë fest, ka qenë një fest të krishterë, di shka kam pas, edhe këtu ka pas shumë turista, kretë bota Bruxelli, Parisi, djetë shka ka, shumë njërës. Këtu jemi në villën e Shajb Zekës, në Omi Shtokracis, këtu kemi nëjë 6 dit, dhe thonë kemi kalu shumë bukër, ja ku ka villën kemi gjru këtu, ka bazenin, kemi gjru, kemi najt, dhe më thonë kemi kalu shumë bukër, ka pas kemi kesh shumë. Një qëke jashtë zakonshme. Ju do të mendojnë edhe nga këto, përveç atyre që ju përmendet pak më lartë disa nga... Alë për shtypjet vetë, sepse duam të qeshim edhe nema. Ashtë interesant se që ato shka kemi kesh, i kemi realizu, i kemi bo mas në i kemi futë në film. Se komedi, skenari është, po gjatë skenarit futën shumë sena, spontane, ndrohën e, që këto të më thonë kemi qenë plash të vishit, po. Edhe këto kemi kesh, kemi kalu bukë shumë. është me rëndësi që janë realizu gjitha ato pika të cilat kanë qenë të shkrume, për çka jemi nisë udhëtimi, dhe thotë gjitha i kemi realizu. Çka ka pas plus, ajo është një ekstra, po. Mirë po kryesisht për ato çka jemi nisë, gjitha i janë realizu. Ajo është shumë rëndësi, se pa marrë parasysh koha, ose bike blenda, ose diçka të janë çështje teknike që duhet me prit, nuk kemi pas ndonjë problem. Kemi pi edhe kafe turke. Këtu do të thotë ka qenë një mramje, këtu ka qenë në Dubrovnik gjatë rrugës të shku. Se kemi shumë fotografi të cilat, këtu kemi qenë unë edhe Elida. Elida këtu kemi qenë kur kemi shku në Gjermani në një javë për para, e kemi marrë makinin atje, këtë Clion që kemi gjuhë filmin, edhe një konë të këthy këne. Ashtë Elida për që në te këtu? Po. Këtu me Elidin, kemi qenë edhe me një mrami atje në Gjermani. Po e kry mramin, po se papuqet të shihen.
që e Lida të pi kafe të bo kështu me turke, se nuk ja kuaj ke. Jemi këthy rrugës, rreth Bregdetit, ishte knaqësi, ma pak ma gjatë mirë po, ishte knaqësi, ishim vetëm, kështu që unë alqim koma s'koj pauza, edhe... Në kanë pritën përgjithësi, edhe ku do të thonë doganiat, ka imi shku si të Kosovës, si Malitzi, në kanë pritë shumë mirë, kërë me shme me aktorë, sidomos Krat, në kanë pritë shumë mirë, adë në kanë respektu, aktorës ato me, pse, ma bon mu e në parë, tha, pse ju aktorës për vini me tha mërë plan, po kështu me kjerë, unë i thash, tut në për aplani, thash, ne boj, si ajo. Ne boj si bje më sotut, tha jo më sotut ti, su nuk tut, na. Nëse flasim për rolin tuaj, zonja Elida, do të nga plisi diçka, do nga shpalosi diçka më shumë? Unë jam nona Benit, nona Edzomit, një nom që rrin edhe në momentin flan, të flajt me nën ka me nëzirë me bo biznis, me qarkullu, me leviz, gjitha mënyrat e mundshme, djalin e ka për veti, kjo e ka nusën, herë shkon të daja me bujt, të djali dajës në Zvicër, herë e lojnë në shpi, dhe me thonë, aba dhe Zomi gjithkun bashk. Faktikisht në pjesën e dytë është zbulu që e ka taku babën e vërtet. Këtu tash është një njërisi tjetër, nuk po zbulojmë zënë. Ata lojme në fund kër e shojnë kasetën, mirë po gjithmonë kja merë iniciativa, këta ka me veti, qofë me fiqë, qofë se këtë herë jemi njësë me një vetur tjetër, arsyeja që fiqa vogël me rujt fiqen, edhe e gjojmë, edhe mi gjithi kanë kështu luk ta kanë qef që lipirin. Karakter interesant është, do me thonë nuk rrinë si moshatarët e veta që rrinë pasive me prit, kja gjithmonë një levizje, ta merë me veti, e gjithshme i ka ra mu marrë me tregti, kemi pas plot grade për para që kam punu me tregti, do me thonë kja viqe ka shetit Evropën e Turqinë e Kretë, anë i din e gjithshme, edhe djalin e ka, po me karakter pak si, jo shumë i këvirë. Veç jo që të komedi më dalë për ndohet pak i mesh. A janë i ti e djali abes, nuk s'ki ka me shku. Që në përket Evropën, po interesant që... Kjo është vështirë, roli juaj. është shumë roli vështirë. Po, komedia është zhanri më i vështiri, duesh me seriositetin më të madhin me lujti, me bo dikon me lojen tonë, me bo dikon me qesh. Nisëm nga pa pare, dhe pa bugjet, që shë me bo bugjet rrugës e shumë. Ka skena shumë interesante, shumë komike. Është një komedi, që thash avantur, një komedi që për shumë në Kosovë nuk realizu, zakonisht italian bojë kësile komedive, është komedi shumë interesante, avanturat e Abes, avanturat e Zomit, avanturën e asaj meses që marrë me veti, një ngjarje që në ndodhë rrugës, nuk du mi zbëlu ata, këta sheni filmin, po se do më thonë është qëto shajpat që të fotografi, do thonë ishe edhe publiku. Po në shese është film që kam i pa, nuk ka të shka më shëfësi, kështë që kemi bo, edhe sëto që kemi kesh na, kemi të nëtu që mi shtin film që të pëllon i pa dhe publiku. Po gati, po është komedia par, një avantur komedi që gjerohet me vetur në për Evropë, vështërsi mjaft të mdhaja, dhe me thonë, ti kalon në për shtete, nuk kemi pas probleme dhe kër i kemi nëzirë kamerat, kemi pas tablat tona, dhe thotë, tjera par që përdalim, me një komedi unë punojmë mjaft gjatë, mirë po, një komedi t'ilë është tjera parë që për realizohet, e kemi pasë edhe dyshin edhe njishin, mirë po deri në Shqipëri nuk është në i rrugë e gjatë dishka, edhe në Malzi, kja është për te Evropës, është rreth e rrotëll i ramë. Kuptohet, dhe kjo ka një kostot madhe që pa tjetër në kupton që edhe ka qenë një mbështetje. Ka një mbështetje e producentave, që duhet t'i falenderojmë edhe publikisht edhe kështu pandimin e tyne nuk kemi pas mundësi me po. Dhe me të vërtet janë shpenzime të mdaja, pelojmë anash aktor, për shambull mirë po, me realizu diçka të madhe, duhet sakrificë. Ushqimi, sidomos pagesat e rrugëve në shumë shtrajta në Evropë, edhe na ishim me 3 makina. Po besoj që inshallah ja ka vletë që kemi bërë diçka një punë të mirë, një punë që shpresoj që edhe publiku ka më kënaq, ka më na ditë edhe për nder, se faktikisht drejt thonë me lidhen nuk fitoje më shumë sa kemi bërë. Po veç që kemi dashur me bërë diçka që me të kujtim. Kjo është edhe mire, drejsa unë po mendoja për mysafirët të radhës, pa tjetër që
nevoja që të shohim diçka pozitive, diçka që patjetër ne kemi nevojë çdo njeri për pak humor në jetën tonë, duke marrë parasysh gjendjet edhe ngjarjet tek ne, patjetër që është mos e nevojshme të kemi artistë të cilët na bëjnë të qeshim. Dhe kjo meriton një respekt mjaft të madh, vlerësim mjaft të madh. Zhanri komedisë unë thash është shumë i vështirë, pa marrë parasysh problemet tuaja personale çfarë i ke publiku nuk do me ditë, edhe ti duhesh me qenë jashtë vetvetes shumë herë. Secili kemi problemet familjare, kemi fëmijë, kemi lënë fëmijë, është hera parë 2 javë kom lënë veten, Beni që ashtu Beni ka pas malece, e ka pas gruan, 3 fëmijë të vegjël. Bile herën e fundit kur para se më ardh në Itali, në Gjermani kemi qenë të bisedu me fëmijë vajza vogël, nuk komunikoj kemi Benin. Ajo e shpreh kaq mlefin malli e gjitha ato, domethënë ato janë sakrifica. Mirë po, me bo një video projekt është me loni dokument. Banalitetit i kemi i kësa ma tjetër. Po, ka të gjare, beshe më shku diko. Mërëmje, pas gjërimeve, edhe Elida përshkojmë sonde që to me një diskoteke, këta jo, tha unë nuk vi, tha unë mlohëm nuk asi. Më boni nervos shumë, ki marrë, jo nuk vi edhe u përlam. Tha shpajtë të në shku, kur kishim me gjuhë dhe dishka. I vesha të shatë shkok, nëse dhe kjo, shkum të një fontar, kështë me gjuhë. A tash prasë me gjuhë, unë e fillon tash, Rodita, hajtë bëra një fotografi që të i pozë, dola nga të fontanës, Elida i shumë rritë aty, në qatë moment u shu fontana më të madhe. Aja i shko mas kohë, vike uj, ko mas kohë, shpërthejke shumë, aja, vetë ju. Shpërthej qatë shumë uj, boni më këtë uj. U thash, no, në nësaj, thash ati ma shova. Ati unë e më përtok, dhe me thonë, janë momente që s'pejnë, kaj spontane, pa ditë pa kur gjohë. Edhe me mira që ndronë këto. Po, joftoj përgjithsisht, dhe më thonë tash në premierën ku tash faqim nuk e dija në fund qershorit ta në shtator, më thonë komplet ekipa e TV Opinionit, mundi më ardhen në premierën, po, që do të bëhet në Gjako ka më bo, edhe në Stuttgart, në Gjermanisë. Shka më thonë tjetër, veç se... Vese të shojmë suksesin, Vese të shojmë gjë suksesin, që nuk diskutohet. Jo, besoj edhe ata producenta që nuk kanë me qenë dëshpërum kër e shojnë realizimin. Do me thonë, do t'a japim maksimumin e të mundshmes. Në gjitha kushtet që i kemi pas, po, mirë. Një besoj që do del mirë, shohim. E thash dhe njerë, nuk dyshohet në suksesin të një artist lindur dhe sidomos një komedi mjaft e mirë, pa tjetër që nuk diskutohet edhe suksesi. Zotri Ben, e thatë dhe ju disa herë që ke një stil aventure, madje ju keni thënë edhe më herë që ju pëlqen të krijoni, ose është stili juaj i krijimtarisë është më shumë aventurë. Ka të bëj kjo pak edhe me personalitetin tuaj, cilin ju jepni shumë tip energjik, jeni shumë vetë kërkues, jeni shumë madje edhe shumë i guximshëm. Sepse, sidomos një roli juaj është... është punë e vështirë, po falenderoj të pas edhe Elidën për krah, kjo gjithmonë më ka nimbuar, më ka dhënë shtytje, edhe është problem që edhe në jetën private i du avanturat shumë, që si tash të orë me Elidën, dhe më thonë nuk po që 2 javë që si mi dalë jashtë, kjo tha ku kam kru, trupi ku për dalim. Jo, e kemi në plan me kry gjërimin me shku vizitje. Po, e kemi në plan si ta krymë gjërimin me shku vizit kështu në Greqi për shef me dalë. Jo, vizat i kemi, duhet me shfrytzu se ato shkojnë këtë, kështu që një avanturë vogël, aty na lindi një ide për 400 me sigur. Po, aty na lindi një ide për 400, dhe më thonë shka me kryu. Është problemi që si kryus, muj me bo shumë për komedi, kam stilin, më dimon edhe Elida zakonisht shumë, po problemi që për na duhet, për me bo mirë, duhet me pas pare. Duhet me pas pare, se prapavia ka të vetëm, për shumë, nga gjërimi që kemi bo, kemi bo për krasi që fa vendi bukur, kemi bo për shumë në Bruxelles, kemi bo në Paris, kemi bo në Gjermani, edhe prapavia, ajo për shumë Kosovarve kurreshtja, për shumë unë që këta me tablat Kosovës, për shumë që në shku e sa në opton, edhe një familje, dhe më thonë një familje varfën. Se faktikisht me edhe aktorë që ashtu, dilëshim me ble shopping me bo. A i se ka i veli, ku më dëni me që me ble tesha, thësha ku e në matë lirat. Se ke qysh më aktorë ku e në matë lirat, po në s'kemi, dhe në familje ka 15 euro, 10 euro. Ebe, qëlloj e mirë, qëlloj festa qëllu në 2 herë dhe u këthym pa blikur që. Nese. Blem ka e fëllore. Nuk qenë këtë shpenzuar. Ja, pa. Po besoj që
Që pa tjetër, pasi vetëm del premiera, kjo do të kuptohet edhe gjithë puna juaj. Ne përmandëm aventura, eksperiencat të ndryshme që ju paka shumë i ndatë. Gjithsesi, duke filluar mbas edhe tek pjesa e tretë, ose çka do tjetër, ose në vitet e kaluar, nga eksperiencat e juaja, cilat ju, nëse kujtoni, çuditeni, si ka mundësi ta bëjt Beni, ose zonja Ilida këtë? Jo, dallimi mes koncertit, se kemi edhe mramje të ndryshme. Dallimi mes mramjes, aty je direkt e mramje, drejt për drejt, edhe ka një dallim të madh me xhirimet. Mirë po, gati është e njëjta punë, se koncentrohen, ka mundësi, kur xhirojmë skena, diçka njëherë ka një dubel që e bojmë, edhe do të thotë edhe njëherë xhirohet për mi pas një rezervë për çfarë do rasti, për ndryshe nuk kemi shumë problem unë e Beni. Aktori duhet me pas veshin edhe me ndëgju shka për flitet, përgjigjet një tjetëri, teksti, skenari është gati. Kur është teksti i shkruar atëherë nuk ka problem. E kur të fillon me xhiru, hajde bojmë diçka pa skenar, pa kur gjë, atëherë është dështimi. Kështu që kemi eksperiencë bollë dhe nishin më kujtohet, unë nisëm shku më velipoj, më ledhem krejt, edhe atë natë shif, ftoft ka qenë, edhe kamermani ishtë gati, edhe më pelogarisu më gresh atori, milon gati për të nesërmen, se edhe rigoj ke jo një shi i madhë, mirë po edhe përshka kamerës. Kërë më ka thonë bimi e Lida, pjanisim, shka pjanisim me gjiroj, zotë këmë thonë një mëna, pjanisim, edhe kemi krye dhe atje shumë shpejt, edhe që koncentrimi, edhe... Qashë bukur, qashë mirë, dhe më thonë, qashë më koni knaqë me sa gjërim. Shpesh kur nisesh me për diçka mirë nuk ka qare pa dalë njës. Është një jetë i mirë, dhe që i thojmë tamam kështu shtrut, e kemi njës me për të mirë diçka, si të parin, si të dyten, jo për biznis, jo për leverdi materiale, se nuk ka në leverdi materiale, mirë po, ai dokument që metet në arhiv gjeneratave tjera, le ta shohim punën që është bo me komplet vullnetin, edhe mirë është me punu gjithashtu, se biznesi ajo materialja nevojitet, mirë po, ta shoko tjetër. E dallimet janë këtu? Unë e thashë dhe më parë, sepse vërtet meritoj një respekt të mjaft të madh puna juaj. Për shkak se artisti gjithmonë duhet të jep mesazhin dhe kënaqësinë të tjerëve, sepse nuk do të ishte artist, dhe që të jesh dhe të punosh pa një interes material ose personal, po për kënaqësi të tjerëve, patjetër që është një punë e mrekullueshme, pavarësisht vështirësive dhe kosteve të cilat shpesh herë artistët i kanë mjaft të larta. Shumë të larta, apo kur ke dëshirë dhe më vullnet, për më bo diçka të mirë që më pëlqy njerëzve, ajo, do të thonë, mundja gjitha ato harrohen, edhe... Finali është premiera. Finali është premiera, dhe të thonë është diçka që na presim me padurim, presim reagimin e publikut, që padyshim besoj se si në premierat e parës e dytës që kemi pas, dhe më thonë qashtë shumë kanë qenë i kënaqur publiku, kanë me qenë edhe këtë komedi, jenë për shembull skenari është i shkruan, po gjatë skenarit për shembull kemi me gjuru një skenë nesër, na kujtohet diçka, ta bojmë qështu, bre, keshim qatë shumë, hajtë se për bojmë. Jo, është ajo finalja që e kem të folë, duhet rëkitja e publikut e në fund, kur mushet salla plot, edhe fillojnë me reagu prej momenteve të para, ajo është kënaqësia më e madhe. Ajo nuk ka pesh as me të pare, as me... Do të thotë, aty është veten që ki punu tamam me ne, edhe të respekton dikush, se na kemi sallën shumë të madhe në Gjakov. Do të thotë, 700 ulse janë veç mbi 1200 vetë mushën sallë, aty është edhe krenari, në fund dele përshëndetesh, ajo është. Ajo finalja për aktorin, ma marja. Zotri Ben, në përgjithësi, kur ju shkruani skenaret, dhe da e të di më shumë rreth motiveve të juja, ose a mundeni saksisht realizoni idenë tuaj? Saksisht? Saksisht idenë tuaj? Shumë problem është. Edhe gjitho komedi që e bëj, nuk e bëj ashtu që shduone. Se del diçka që s'munësh, ja ambienti, ja rruga, ja do mi bojnë mramje, s'munësh, dush mi bojnë me ngjes, se ndodhen ndryshime, po zakonisht 70% ashtu që shduone. Jo, edhe 80% po realizohet, edhe 80%. Ka shumë sa dhe më thonë që... Me qenë se kur... Se aktorin, aktorin dhe më thonë, kur nuk është i knaqen. Po me lojnë shambull, me lojnë tim nuk e me knaqen. Zakonisht me lojnë e Lidës e di për shambull, po problemi që sa herë tasha u kumit me bo që kështu, u kumit me bo kështu. E thashtë dhe ma erë që ju jeni shumë edhe vetë kërkuës. Problem ka qenë turistët nga Gjakova pjesa parë, se këto janë turistët nga Kosova. Aty i kemi thuj shumë tabu, që aktorët me vitet tona nuk kanë
nuk kanë dash, nuk kanë mujt për shkak të rrethit, gjitha ato aktor, është aktor, loja është loj, jeta private është jetë private. Dhe më thonë, si njëshin, si ndyshin, si në këtë përthyen disa tabu që janë krejt normale, një non edhe një djalë krejt normal që shsillen. Kështu që na, sidomos na dy, nuk i shohim tjertë. Edhe këta tjerë që me bashkan gjiten, edhe ata deri diku për realizojnë aq sa kanë kapacitet, sa kanë mundësi, do të pranojnë ato. Se cili aktor, puna është punë, duhet mi da punën dhe jetën private. Kështu që këtu është karakteristika e këtyre projekteve, ju në thyj shumë tabu. Do të thotë. A keni transmetuar ju të për një pjesën e dytë të komedisë? Me sa di është transmetu, nuk e edhe po dhe saktësisht për shkak se ka qenë në kujdesin e kryeredaktorit Osman Goranci dhe e mundi mi transmetu, mi pa dhe publiku, me që mi musafirë disa herë këto, se ka në kush se ka pa, transmetoni, ta shohim pjesën e dytë, edhe përgatiten për pjesën e tretë. Në fakt edhe skenaret, kur janë nisim, gjatë punës pjesës, për shembull, është skenari gatshëm për nishin. Gjatë punës nishit, lind një ide që vazhdojmë me dytin këta të lidhë shtu, edhe masit kryhet gjirimet e promovimi i video projektit gjitha ato, fillojmë gradualisht me punu. Jemi në kontakt vazhdimisht, të më thonë edhe na me banimi jemi shumë ofër, jemi vazhdimisht me telefon me gjitha ato. Është kry dyshi, ideja ka qenë për treshin, në fakt gjatë punës me treshin, ideja katërshit vesh ka lindë. Që do të edhe pjesën e katërt. Po mbarët vesh për i producentave. Për ndryshe, katërshin kismet në Turqi. Në Turqi, do të jetë në më thonë një komedi që Garden është ta me bo, edhe ka shqiptar kemi me shumë e prej. Ka shqiptar kemi prej, kemi mundu ashtu. Ta këshyrim tash sa mujmë realizu, në qelëm kohës. Do doja të di rreth temave të cilat ju mbase do donit të realizoheshin, po flasim për komedi, por që enden nuk e keni marrë guximin, që mbase mund t'jetë një tabu tek ne që ju mendoni se duhet jetë një guxim shumë i madh. Kjo për di shka për du une. Bini si karakter ka qefe dhe banal, she shumë filma italiane, jashtë me kretë dhe këti do këtë normale, dhe normal që është normale. Mirë po, në mentalitet tonin, banaliteti nuk shkon se na shojnë prezencën e fmive gjitha tyne. Në mentalitet tonin lypet mesashi, edhe këtë kohë unë të i thonë banal jo. Mirë po, jemi mundu dhe i maksimum, sidomos me fjalë banaliteti. Njën skenat që e normale, skena që ndodhin për dishmëri, krejt ato, mirë po banal me fjalë jo, pe i të shajt në diçka se me të vërtet është e vrasht përvesh, ndodh njëherë spontanisht, dyti i streti në ucën. Të shakonu në kratë, që këshkëma kratë atje, ose të shakonu italian? Po, nuk jemi italian, atje e të realizojnë. Në base ju mendoni me epi këtë bunë? Sepse është vetë përmbushje artistike të për juve, po mendojnë se... Unë nuk pajtohem absolut me këto. Pa kështu, ku ta sheni, se do më thonë ka shumë skena që vërë, ja, asë po përë ke me familje, po përse me kur gjo nuk ka. Po si të shikon Elida, po më përse edhe gjatë skenave... Jo, pse unë e kom lujt në ato skena, nuk ka pas problem. Unë ashtë ma pak, nuk e kom mirë, po për hirë të opinionit, për shamull kërkesa, se banalitet me folë, e ka edhe shumë artista që përdorin banalitetin edhe në përmramjet të ndryshmaja, shumë e ronë edhe përvesh. Kemi gjatë lojes, janë krejt normale. Mirë po, se cila loj me qenë edhe ma banalja, nëse luhet natyrshëm, do këtë normal. Nuk kemi dishka që është... Shumë s'kene e promosion. Unë për veti, nështë një kod gjatë punoj banalitetit, fesë dhe politikës gjithmonë i komik, kështu që kemi shka më marrë me humor, kja përdishmëria jonë, atyre pse më marrë me ato gjana. Mirë me blok të ribëqësi. Jo, po, realisht duhet pak. Mirë po jo, nuk ka pas në isan. Ka, për shembull është komedia, kërë këput fillon edhe marrën rrëth të shkurit, për shembull që është stil jam i komedive. Ky ka marrë ka shtu, po jo. është komedia që asesoj, kanë mi pa dhe publiku, kanë mu knjash, kush ka qef për shumë. Kur ta bëna jo qef. Edhe, kështu më ndoj, tjenë edhe disa komedi qira, që kom faktikisht që kemi në plan, mi po,
Më thonë tash pavarësisht a bëjmë kaqin, a bëjmë një komedinë është a këtë qetër me personazhe tjera, ndoshta i ndrojmë edhe personazhet. Po këto personazhe që luajnë këtë komedi janë shumë të lezetshme edhe kanë përshtat këtij stilit të këtij filmit komedisë. Për në të ardhmen tash ta këshyre? Të shohim. Të shohim. Mirë, po shumë vështirë. Nishi është pritë shumë mirë. E kur e kemi fillu dyshin, ka qenë aja frika a do del ma fort, se normal, ma fort se nishi. Këtë komedi të botës, asnjë nuk është dyshi ma mirë se nishi. Nuk do nishi o gjithë kapak. Na kontrat, na u dalë dyshi shumë ma mirë. Jo, ki punu me seriositet, do me thonë. Edhe tash është aja frika do del se ti përpunon, jemi të njëjtat personazhe. Duhesh me dalë shumë ma i fort se nishi edhe dyshi, do me thonë aty shihet suksesi. Për të katërshin është diçka tjetër, mirë po këto, është me përkushtim bukur të madh është punu, do me thonë bukur disa net nuk kemi fjet natën se duhesh me menu, me smu përsëri skenat, shka kemi pasën nishin, shka kemi pasën dyshin, se ka njëherë dvinu i bo disa skena, për shembull aty me liqe, ish e nevojshme më bo manje me liqe edhe pse ishim në Gjermani, mirë për i kemi pas në dyshin. E kështu që aty bene kemi pas mësë në përsëritën se njerës të menojnë, nuk kam pas shka me bo diçka tjetër, me gjithse kisha atje shka me gjiru, gjitha ato. E këtu është ai problemi, po mirë. Besoj që kjo del ma fort, se adi shkallë. Si shtershëm jemi na, që qësë shumë kemi, po është nuk kemi kohë, po 50 minuta është, 1 orë e 10 minuta është filmi, se kemi shumë sane. Edhe gjatë rrugës, për shumë përpesti që ne ka ndodhë, të flasë në trika publikës, që për shumë me shku nga pi, Ulqini deri në Mish, ja 400 kilometra, qashtu. Pa kushnica. Pa frena, u prishën rrugës, sa unisë. Po, prishëm shkum. E thashtë lida mërë i drasë që të gjithë sërkutarë në Fulqin. Edhe që ishë komunikacioni dem, në këtë ishin turista, si të krasia më që është, e shku mirë, mas 2 ditë i ndrëshëm në rrugë. Po, është me rëndësi që nuk patëm nëj defekt matë madhe t'i shka edhe. Se dhe herë duhet një falendru ata që e kanë ndimu Shaip Zeka edhe mentor Zenaj, të cilët në kanë ndimu, së në kanë lonë me keq, në kanë gjitha shpenzimet, edhe këtë shqiptarët ku i mi shku, këtë shqiptarët tjerë. I mi shku për shumë në Bruxelles, edhe kemi pas gjërime në Mini Europa Park, në ato njëmë aty, him me një lokal, hatë pa mëngjes për hajmë, një shora në mjesit. Morë mëngjes në ata, ku përjaj djali, Shqip. Tha foni Shqip, tha shqiptare në pejë, o sa mire. Në më thonë, në paguvi mëngjesin, në paguvi pronari lokalit, hymin aty në Mini Europa Park, dhe kërë 200 euro hymja. Dhe ka imi shku në kanë për shqiptarë, të zakonisht mirë, falendrojmë. Sa për humor, do dhe t'ju kujtojnë një Barcolet cilën ju, e keni thonë madhja dhe para medjave, nuk e di saksisht se në cilën kohë, me gjithë është më rëndësi që thua Gjakovari, shëndër që po pinë kafe me shokët, dhe kur dje ka marjeri i del gjumi. Vetëm që mos të paguj, dhe kjo më pas ka qenë dhe maj mira. Shaj di Gjakovën, shaj. Pak shaka. Sepse fundja Barcoletat më të mira janë nga Gjakova dhe... Ne që si për vete, nuk i bojë për të hujtë. Jo, në fatë bardësisht në këto videoprojekte kemi pas edhe mysafirë, nishin ka qenë mysafirë Gzim Kryar, MC Osmani, ndyshin gjithashtu kemi pas mysafirë, tash kemi shqiptar edhe Gjermanisë, shqiptar që jetojnë Suedi, Norvegji, jetën e kemi po këta tonë, po, dhe thote nuk kemi shku vetëm me ekip Gjakovës me bodi shka. Sa më tepër që hapesh, i kemi edhe 2 djemë 3 prej Ulqini, dhe me thonë kemi prej gjithka kapak, aqë sa kemi pas mundësi se krejton baren bugjeti. Unë mu hapë, dhe thonë, një veç me qenë lokal, dishka. Aja është bashkëpunimi, është i mirë, sa ma shumë hapësh, e ki kvalitetin ma të mirë, është pak ma ndryshe. Se kemi mujtë mi bovesh në 2, mi marrë dhe një me veti, mirë po, edhe ma letë kishte me qenë për nesë, ndryshe punot, mirë po, është knasi kur bashkëpunon me shumë. është ma fështirë, është ekipa ma madhe që punot, është shumë ma fështirë, mirë po, rezultati është gjithmonë maj. Gjakovari, kërë shkujnë të Lipoj, edhe ka po shqeqere në gjepë kokë në shqeqere, i ka rëndi, tapë. Ka thonë, o popull, ka thonë që i pini shërbet se pëthuni mëse Gjakovari s'pe qaro s'ko. Kjo është gjithë Gjakovari gjysi Suarekes, për që ato ka folë ka vaj. Gjithësi, ja vlenë, që ishim pak. Po, që sa të 60% të punës pa tjetër kam baruar, kam bete 20% diku që pa tjetër ju keni shumë energji dhe me pozitivitet po i presni. Dhe doja dhe diçka të flasim në përgjithësi për komedin. Pa tjetër nëse shohim realisht,
ju keni vazhduar me pjesën e tretë, që kjo do të thotë se ka sukses. Ka sukses edhe nuk ka lidhje e para me dytën edhe me tretën. Do me thonë ngjarja shtjellohet diçka tjetër nishin, dyshi është diçka tjetër, treshi është diçka tjetër. Veç na dy karakteret jemi të njëjtë. Aba dhe Xomi, veç na nuk ndrojmë. Por që vazhdon me komedi, do të thotë kjo është të paktën unë e vlerësoj që është një punë e mirë. Sepse shqiptarët vazhdon fillim është mjaft e vështirë që të bësh të qeshësh dhe do shumë punë. Edhe diçka karakteristike, kishim nishin edhe dyshin. Në pjesën e parë nishin, ishim dytë edhe ish mush salla plot. Edhe preqim unë e benit e dera e palatit, e hymjes mrena në sallë të najt, ashtë qysh për reagojnë. Ishtë kena parë dalon të qeru keft edhe të hongër banane, aja me njëherë reagimi thash mirë, unis. Pjesën e dytë, edhe qashtu që reagimit për njëherë në fillim edhe krejt, karakteristika ma madhja të dalë të thonë budallë, shka na bon të i fshilat njërës. Thash di edhe për keshin edhe për natojnë budallë. Aja ish knarsia, dhe me thonë, ja ka vlejt, ka pas njerës që mu ma kanë pranu, ka thonë ka me vite që nuk kemi kesh, tash na e kemi gjithmonat stresin, qësh për reagon, qësh për pranohet, skenat e ndryshme, mirë po me të vërtetja ka vlejt dyshi, besoj edhe treshi ka me të qenë. Jo, s'kemi lasdru kesh. Se imi mësu me gjru veç jashtë, në për bregdet, në për radhët buka, e kemi gjru pjesën e kësaj komedis treshit, e kemi gjru mas pare në Evropë. E pjesën e fundit në Kosovë, në që fillimi, e kemi lorë me gjru maset vijim. E tash që një javë dhe tja kemi njësa të gjërojmë, sa të gjërojmë, mes të përja gjërojmë të ishte për Kosovë i mësu janë. Ja, pa tjetër do të kryet, vish për pritet ekipa dhe aktor. Do të pritet ekipa, ka fundi javë që fillojmë gjërimet, ku i kemi me gjërë në Gjakov, kemi në Mitrovic, kemi gjërime në Prishtin, kemi në Shkodër, kemi në autobanë të Kosovës, në të rrugës, edhe përfundojnë gjërimet, pastaj kemi edhe 2 javë montaj, edhe do të jetë gati. Ka material të mjaftueshëm, atëherë sa kemi kapacitet me mbledh. Po, me mbledh. Unë shumë mirë kuptova që ju e kishit problema ambientet e mbyllura. Kështu që është shumë normale që të vinin nga ato vende dhe të paktën është e kuptueshme të bëhemi real. Po pas si erdha thash merr kamerën në dil jashtë. Po prandaj do të them. Po do vesh natyrë. Unë çka edhe programet e vitit të ri pata si ide thash pse më këtë bojnë në studio në për restorane pse thash dimi s'pi bojnë jashtë për shembull. Me bojashta drita, me borë, me teshat papadimit të veshit të klu. E këshush mi ju pa fistonat, na kalaj, na kemi shumë let, na të kalu alamet kufinet, ku ishim e në Francë, kishim i gjeru rreth një rrethit, unë edhe kë shkokla, unë e aba me shallën e syza. E në moment 3 polic ishin, 2 femra, 1 mashkull. Këti pi qele dera kjerit, të kjeri Jo, ju qele dera kjerit këtu majt vëllani, unë ka vëllani këtu më shenë derë, a e ta në akëshurën polisë dhe për njëherë keshen, thash bene hëngrëm, që ishin nalë tabelat tona. Shku për në ndjekin, nga të gjëru ishim kamerën me anë në kjerë, kamerën e përsel ke për kjerë i qetërë, kësh në fab, derë, në drap, kjo fund vëllani, polici, fab, e njëzë me i këtë të kjerë. Po thash kemë në Fransë, dhe që më konë në Gjermani, fillë në këshin një, kësha për bani, kësha pasi. Nëse këto pjesë... Ato janë vështërsit. Vështërsit e asaj se ki edhe një frikë, kush është në këshin, por në këshin majtë më shelën, në i ditë këshin përshua. Në këshin për diku. Ha, në Paris, unë isha ma të trenerkat, ma të kapucin, ma të... Unë e të isha të abës para kullës, edhe në ato mjëm, pijame dek të ufta. Jo, shanë vesha, ba. Kushon këta, disa të këta shishme ka me, dishi që mi arë po, e mire për shenë, se cilin shtetë, edhe ka jemi shku, dhe me thonë, shishin si aktor, se që të kush, dhe me thonë, mirë, na kam pris, kishim probleme. Kemi mujtë, që s'ka me prit, po jo, mirë. Jo në gjeru skena fenomenale, dhe me thonë, edhe Masovike në Levizje, të Kulla, në Bruxelles. Kemi flajtë në hotelin në Bruxelles, hoteli në kalzaj për nëjë, tha është 160 gjeta, Mozart i vjetër, dhe kësha stil Arab, sa të thëmë, ta shkanë flajtë, kjo është shota, kanë pasi 2 katë. Asë se apartman bukër, 2 katë rodita, unë kom pas një apartman vetëm, edhe kur... Ta shaj, gërë, me ke natën në vëjtë ke, gërë, të vëjtë kësa, hajtë se vëndu ma veshin, ku përthojnë këta, tha, jo, tha, natë, tha, do kësi hije, tha, shku, ku, sotë me flajtë vetëm më kajtë nënë. Gati krejtë qutë, ta si më në s'kemi flajtë. Ta natën, e paka... Njërë dhe, po, jo, s'kemi flajtë një asë njëni. Natën e dytë, mas ne, më thonë, e kemi bërë aty, su... Po ka, gjithë shka ka. Shë që sa dushtë. Pa tjetër që e thamë dhe në fillim është një eksperiencë mirë, që sfidohesh, ma dje ndështë atë vështërësit, po janë të ëmbla. Kërë është fjalla për një komedi
komedi që patjetër nuk diskutohet suksesi. Ne jemi në minutat e fundit të emisionit. Unë ju falenderoj që ju ndat me shikuesit tanë disa nga ngjarjet të cilat patjetër ju kanë përcjellur gjatë xhirimeve. Ka njerëz që me padurim e presin që dalë dhe kjo pjesë, nëse keni dhe diçka përfund, që të shtoni? Jo, ja vlen mi pa. Edhe kush e ka pa emisionin, dhe me thonë, mas gjitha këtyre peripetive, ja vlen mi pa një punë që kurorëzohet, besoj me sukses. Ata vlerësojnë mas mirë ti. Kuptohet. Edhe unë, do me thonë, të falenderoj ty, Loreta, pasa që të falenderoj edhe Osman Groncin, mikun tonë, i cili gjithmonë ka dhënë ide dhe në për skenare. Falenderoj të gjithë shikuesit e TV Opinionit, se në kanë përcjell hap pas hapi gjatë xhirimeve të mia dhe të Lidës. Veç i tham publiku që me të vërtet një DVD që bën 97 cent, për shembull, ja vlen mi pa, mi ble 2 kg palagaça, 1 orë gjys më knash nuk kesh, edhe pi çaj mi këshyr, se me të vërtet jemi mundu për ta, edhe ja vlen. Ju faleminderit që ishit këtu, unë ju uroj shumë suksese dhe tutje, besoj që do dalë dhe pjesa e 4, do të kemi edhe projekte të tjera nga ju. Po, na nuk do të nolemi, pa marrë parasysh peripetive, kushteve, standarde, gjitha ato, është mëkat me elon profesionin për diçka tillë, me shumë sakrifica, do të vazhdoj me punu. Edhe pa pagesë duhet me majt kontinuitetin e punës, edhe është domosdoshme. Kështu që ju falenderit për ftesën. Falenderojmë, i përshëndesim gjithë shikuesit e TV Opinionit, sidomos emisionin e ju i Harku. Faleminderit. Ka shpresojmë takohem pas premierës e videoprojektit. Gjithsesi. Kuptohet. Ju faleminderit edhe njerë, kisha kënaqësinë që ishit këtu. Faleminderit. Miqtë të dashur, ishin këta miqtë e mi për sonte, po besoj që keni kaluar qaste të këndshme në shoqërimin ton. Uroj dhe jam e sigur që të paktën për disa sekonda ju kemi bërë të qeshin, sepse artistë më dhenë si këta e meritojnë një vlerësim madje edhe më të madh se sa u bëjmë ne. Unë dua të falenderoj salonin e bukurisë Eglanita, e cila gjendet në Arban, rruga Afrim Bytyqi, po besoj që ja vlen nëse ju vetëm e vizitoni, sidomos tani në këtë sezon. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Opinion. Deri javën tjetër, mirëmbëjtje.